Në kohën e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, Allahu xhalla shanu shkruajti në Kur'an dhe tha: ata të cilët njerëzit u mblodhën kundra tyre dhe thanë: sot jeni të mbarum, keni marrë fund, nga të gjitha anët jeni të rrethuar. E kur i erdhi haberi atyre dhe i erdhi lajmi pra se ishin duke u përgatitur që t'i bënin diçka të tillë, than hasbunallahu wa ni'mal wakil. Na mjafton neve Allahu xhelleshanu dhe është më i madhi dhe më i miri i cili mund t'i mbështetemi neve Allahu xhelleshanu. E çfarë thot Zoti xhelleshanu se neve sprovohemi o vëllezërit e mi? Ka momente që njeriu është përpara një situate dhe je duke u sprovu, duke u pa prej Allahu xhelleshanu. Atë që thot Zoti në Kur'an, a mos vallë mendon njerëzit do të thonë neve besuam dhe nuk do të sprovohen për këtë dëshmi që japin me gojet e tyre? A mos vallë mendon se nuk do japin provat për atë që kanë dëshmu, për atë që po thonë, a e kanë me shpirt edhe me zemër, a janë të vendosur në rrugën e Allahu xhelleshanu dhe tek e mira, apo nuk janë të vendosur? Ne i kemi sprovu, thot Allahu xhelleshanu, ata që ishin para jush, e do sprovoheni edhe juve, dhe kush do tjetër që do të vinë mbi sipërfaqen e tokës. Derisa të jepen faktet kush është i sinqert dhe kush është i pasinqert në atë që thotë. Është kollaj ta thush diçka me gojë. Po është me të vërtetë vërtetësia edhe sinqeriteti asaj që thu, që vërtetohet me vepra dhe faktohet me vepra, dhe kështu duhet me qenë neve të gjithë.